Një histori e dhimbshme, por e mbushur me forcë shpirtërore e njerëzore, ka prekur zemrat e shqiptarëve në rrjete sociale. Nëna e këngëtarit të ndjer Gjesti, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident rrugor disa muaj më parë, është takuar për hir të parë me personin që ishte në makinën tjetër në momentin e përplasjes fatale. Ky takim, i zhvilluar në kushte emocionale të jashtëzakonshme, është cilësuar nga të pranishmit si një ndër aktet më të rralla të faljes dhe humanizmit që mund të shihen. Sipas burimeve të afërta me familjen, takimi është organizuar në mënyrë private, larg mediave, vetëm me praninë e disa familjarëve dhe miqve të ngushtë. Nëna e Gjestit, e veshur në të zeza, me sytë e lodhur nga lotet dhe dhimbja, ka hyrë në dhomë me një qetësi që vetëm nënat e forta mund ta mbajnë. Nga ana tjetër, personi që u përfshi në aksident ka qenë i shkatruar emocionalisht, me fytyrën e mbuluar nga pendesa dhe tronditja. Ai e ka përshëndetur me duar që i dridheshin dhe me lotë që i rridhnin pa pushim, duke përshpëritur me zë të ulët: "Më fal, nuk kam ditur si të jetoj me këtë barr." Nëna e Gjestit, ndonse e thyer nga dhimbja, i është afruar ngadalë dhe e ka prekur në supë, duke i thënë: "Djali im nuk kthehet më, por unë nuk mund ta lej jetën time të helmuar nga urrëtia. Nëse dua të gjej paqe, duhet të fal." Fjalët e saj janë përcjell me heshtje, ndërsa dhoma është mbushur me emocione që nuk përshkruhen me fjalë. Ajo e ka shtrënguar dorën e tij dhe për disa sekonda, të dy kanë qëndruar ashtu, duke qarë në heshtje. Një moment që shumë kush e ka përshkruar si takimi mes dhimbjes dhe faljes. Burimet e afërta kanë treguar se ky takim nuk ishte i lehtë për t'u pranuar nga familja në fillim, por vetë nëna e Gjestit këmbënguli ta bënte. Ajo kishte thënë prej kohësh se ndjente nevojën për ta parë atë njeri në sy, jo për të kërkuar dënim, por për të gjetur paqe shpirtërore. "E ndjej se djali im jo të donte këtë. Ai ishte një djalë me zemër të madhe dhe s'do të donte që unë të jetoj me urrëtie", është shprehur ajo.